Hajde. Fillojmë. Fillojmë. Ha, ta hapun. Rez Veleshja, mirë se erdhe në Close Friends. Mirë se të gjeta, Klotilda. Po në hap verën, a? Po. Verë e bardhë. Në fakt, unë verat i dua të shtrenjta, të them të drejtën, ti më motër, po nuk... Në rastin konkret, kemi verë kështu të thjeshtë. Të thjeshtë. Të thjeshtë. Po pse të shtrenjta, ti të shnedit, ti si as oligark, as politikan? Pse, kushta që oligarkët, që oligarkët pimë, me gjithë se s'ke faj, jo. S'ke faj. Avash, i marri me radhë, Klotilda. I marri me radhë. Okej. Gëzuar. Gëzuar, Kloti, se më je tharë, më je ligur, të lutem, Po më pi mirë pak verë. Gëzuar. Po ti pse je ligur dhe... Unë nuk jam ligur, po ta shikosh barku është në rregull. Unë kam bërë dhëmbët, mua mi ka bërë dhëmbët e mia, jam bërë te klinika... Mos ka gjë përmendes. Se bëj shakamore. Unë në fakt i kam bërë dhëmbët, i kam bërë të gjitha implante, që do thotë i kam hequr të gjitha, mi ka bërë doktor Neli, shoku im. I kam bërë sepse do të më bënte një Hollywood smile. Mirë, po më hoqi gjithë dhëmbët e mi dhe jam gropa, valla. Ndaj të shkryuar... Po, më kryuar si grop. Se kështu është mashallah barku, vazhdon. Duket sikur ke bërë mollzat, sikur ke bërë në ndërhyrje në fytyrë. Mollzat edhe veshët ja kam lënë atyre të tjerëve. Kujt? Ja kam lënë atyre që i bëjnë. Më thuaj, Klotilda. Ku do të dalësh? Tani, ti je një aktor që je deri diku një kameleon i aktrimit, që të thua që personazheve. Ore, mos je pak djallti, mos të kanë futur djallin brënda që arrin edhe të transformohesh në të qindrën e sekondësh në 1001 personazhe? Mbase djalli nuk do isha unë, po djalli do ishin ca aktorë të tjerë që... Prapa të tjerët, i kanë qitet. Ato të tjerët, sepse mua kështu më... Djallë, se du të jesh djallë, kur je djallë... Jo, po ke një aftësi gati deri diku të mbi natyrshme. Për shembull, ti bëhesh Reis Shisha, ti bëhesh Edi Manushi, ti bëhesh Sali Berish. Nuk kam vlerë. Ti bëhesh nuk të kam vlerë. Arjan Çani. Po nuk të kam vlerë. Pse? Nuk të kam vlerë, sepse në Shqipëri nuk shikohet më arti, nuk shikohet më kultura, shikohet vetëm interesi. Kush ka interes dhe ku ka interes? Kam interes të ky, le të jetë aktor i mirë, s'më intereson, hajde shëndet. Nuk ka sot është si puna e kësaj, se nuk po duroj duhet ta them, është si puna e kësaj të Erion Veliajt. E ke parasysh, Erion Veliaj për mua, unë personalisht Erion Veliajn e kam njohur, një çun fantastik si çun, një çun i shkëlqyer, që nuk ka lënë njeri pa mbajtur në Bashkinë e Tiranës, pa e respektuar, pa i dhënë pushtet në thonjza në kuptimin pa e, domethënë, shumë njerëz i ka pasur rreth, i ka mbajtur si të themu si obortar, do thuash ti, ose do thonë ata që shikojnë këtë intervistë, thonë, po ky ku e di ky si na ka mbajtur Erioni, nuk është se e di unë. E ka parë gjithë Tirana dhe gjithë Shqipëria, se si ju jeni trajtuar nga Erioni. Ju, që kur erdhi puna, e hodhët poshtë, sikur nuk ishte ekzistuar, që për mua kjo është një turp i madh. Megjithatë, ne kështu jemi interesaxhin, ne kur kemi interes, s'kemi interes në të flakim në rrugë. Por, për mua, dy fjalë kam për ata njerëz, turp të keni, e turp t'ju vi, se si djalë për mua është djalë fantastik, shumë i mirë, se çfarë ka bërë, punte e politikës e tjerë, këto i di drejtësia, le të merret drejtësia dhe nuk po them që po bën gabim pse po merret, le të merret, okej. Por për këta tradhtarët që pas ka pasur rreth e rrotull, turp të kenë ata tradhtarët, sepse Erioni është një djalë shumë i mirë si djalë, pavarësisht se kemi dhe njerëz që janë vërtet shumë të janë të shkëlqyer në kështu, por në politikë janë shumë të poshtër. Ë? Po. Ne kemi parë apo jo? Po, e ke fjalën për artistët? Artistët e oborrit të bashkisë? Për artistët, që i ka mbajtur afër për këtë lloj kategori. Ku do të dalësh? Më thuaj. Për ato, është folur, për artistët, shumë artistë, këngëtar, aktor, që janë mikluar nga kryetari i bashkisë Erion Veliaj. Njerëz i kanë punuar me Erionin, brenda në institucion. Po. Njerëz i kanë punuar në institucion me Erion Veliaj, janë njerëz që sot
do me thënë, kur ajo gjëja do me që ndodhi, sikur nuk e njihnin Erionin. Jo, ata e njohin shumë mirë Erionin, e din shumë mirë çfarë zemre ka, çfarë shpirti ka, sa punëtor është, sa inovator është. Dhe do të them vetëm dy fjalë, mbase mund të shahem, mund të keq komentohem, se nuk më intereson, nuk më prish shumë punë, se çfarë nuk thuhet. Po ditë të vetëm dy fjalë, që nëse këtu do vi një njeri që do ta bëjë Tiranën, ose do t'i japë Tiranës këtë lloj emri dhe këtë lloj imazhi që i ka dhënë ky njeri deri më sot, le të vi dhe të më bështyj mua në surat. Se Erioni kaq ditë ka sa kaq është atje brenda dhe unë kam parë plerat e Tiranës rrafsh. Do të thënë ti kur nuk ke zot plerat, imagjino ti të ndryshosh Tiranën dhe të bësh gjëra që shkolla nëse mos t'i përmend, sepse në fund të ditës ato janë punë që bashkia duhet i bëjë. Por që në rastin konkret nuk po i bën asnjë, se e pe atë bashkinë tjetër të janë dhe i poshtë. Atë. Ka. Të Erioni Sajt, e pe. Po, kaluan dhe një Erion tjetër. Erioni Sajt, po ajo bashkia çfarë? Mali me detin janë këta, pavarësisht se kanë emrin e njëjtë. S'ka lidhje fare, janë nata me ditën. Ai Erioni atje është. Unë s'arrit ta kuptoj. Se ke pas edhe koleg në Portokalli. Pa si kam me shpinë kodër të diellit, edhe unë aktor jam, kolege kam edhe unë, ç'lidhje ka? Ti ke te kodra e Priftit, më duket. Po unë kam te kodra e Priftit, e kam kodër Kamës, po vëlla pse nuk kam dhe unë një shpinë kodër diellit? Edhe unë aktor jam. Jo po pse? Ai u bë kryetar bashkie. Jo more, pse u bë kryetar bashkie ti, u dashke të më vjedhësh mua. Ti bëj llogarit, sa e ka pagën mujore. Një sekond, u dashke ti të më vjedhësh mua se u bëre kryetar bashkie. Jo mërë djallë, jo, të kam lënë spakun, jo Allahun, por të kam lënë spakun, se Allahu nuk merret me këta lloj njerëzish fare, nuk i bë fare në refenet, por merret spaku që, me thonë drejtën, Allahu ja u bëft dritë këtyre çunave të spakut, që njerëzit si puna jote, që deri dje, i dashur, ti, në datën 5, në orën 5, kur ditë rroga ke Top Channel, ti rrije me kartë në ke dora për të marrë atë rrogën tënde, sepse shkruaj nga 5-6 skenare që të merre 70-80.000 lekë, 100.000 lekë për skenar. Dhe sot ti na pas ke shpinë kodër diellit. Mirë ti, po dhe vllai jot, se ka marrë vesh që ka dhe vllai jot, një studio të madh, vllai që ishte baterist. Ora unë nuk kam asnjë gjë me ju, po unë kam, mua më vjen keq sepse shikoj intervista çdo ditë. Shikoj njerëz që thonë nuk më del pensioni, shikoj atë plakun që bëri një ironi, tha unë i kalova pushimet e mia, tha i bëra në Jamaica, ku do të tallen. Domethënë njerëz që viral, është një video që nuk viral. Njerëz që nuk i del buka në fund të muajit, dhe ti zotrin Adil na diskuton edhe mua betevere. I thua edhe tjetrit në telefon, më sill kaq lekë se kaq më takojnë mua. E para njëri është shumë idiot, këtë do ta them si rez. Nuk ka nevojë vlla, kur jep një tender vjen vetë ai me zar. Po faleminderit shumë, ti jep një 10, o budalla, o gomar. Po çdo ti që i thua më jep kaq. E para që këtu iku, do më tregon se nga vjen. A kupton? Se ti vjen e dim shumë mirë se nga vjen. Se ata njerëzit që ke rreth rrotull atje, ata e din mirë dhe të njohin shumë mirë. Dhe më vjen shumë keq që ky vend është katandisur që të përfundoj me këta lloj njerëzish. S'më intereson fare, kolege kam pasur si kolega që janë shumë mirë, po ka ta ndiset ky vend në dorën e këtyre lloj njerëzve që tallen me buxhetin dhe me lekun e shqiptarit të shkret, që ai vet ka qenë një nga njerëzit që ka vuajtur. Ka vuajtur se shkruante si qendi nga 5-6 skenare për të marrë të 70-80.000 lekë. Dhe sot ai tallet dhe bën histori vere, histori. Pse se kam unë edhe një herë po bëj një pyetje këtë shpinë, ke kodra e diellit, ke ky Sula, çfarë ka ky Gent Sula. Ke nipi ben me qemes, a ditë shoku ton. Pse nuk e kam unë më? Kaq një pyetje kam. Pse nuk e kam? Po ti pse s'u morë me politik? Pse s'u mora me politik? Meqë politika që ka kështu në këtë vend. Edhe një herë kam thënë dhe po e them. Unë nuk është se s'kam pas oferta. Problemi qëndron këtu që unë nuk kam mbaruar as për juridik, nuk jam as jurist, s'kam mbaruar shkenca politike, nuk kam mbaruar as për menaxhim biznes. Që unë të kem një nga këto dhe ta bëj atje. Nuk mundem, sepse do tallet me mua, se unë jam aktor, do thot ai kryetar, ma afirmos që këtë, ai ndërkohë është jurist. Edhe tallet me mua, kështu di çka ka bërë me nene me kështu shumë smart. Po merr një këshilltar të besuar edhe. Të marr këshilltar, po mos që kam unë në punë që ka një dikush tjetër. Atëre mund të jem kështu. Atëre bëhet kështu. Kryetar bashkiesh. Filani po dhe merren 3-4 artistë dhe kryetari me ligj bëhet ligj ky. Pyet artistët se si duhet të bërë 1, 2, 3 gjëra që kanë lidhje me artin, me kulturën dhe me imazhin e qytetit. Kurse për sa i përket buxheteve, ekonomisë, rrugëve të tjera, ato s'mund t'i bëj dot unë, sepse unë s'marr vesh zaman. Ti mund të bëhesh një drejtor kulture në bashki. Drejtor kulture? S'të bën njeri, se do bëj çunin në hallës vet, ajo i dim ne këtu të gjitha.
Ministri do bëj këtë, po nepotizmi më këtu vazhdon akoma, ne i dim. Për çati përmendu? Ti përmendu që të bëj armiq. Se nëse kur të shkojmë aty do thotë ti ke folur në këtë intervistën kështu. Kështu që nuk ja vlen fare, ky është një vend që e ka kryer ciklin e vetë kjo pjesë. Po di të them këtë që edhe shumë pak kohë ka ngelur dhe ne vërtet do hyjmë në Europë. Po e di sa e egër është Europa? Do hyjmë në Europë thua? Do hyjmë. Domethënë premtimi i Edi Ramës do shkoj deri në fund. Është shumë e egër pse? Po shumë e egër. Se kur të hyjmë ne do dali Europa nga vetja vetë. Okej, gëzuar për këtë po. Shqyqoj që na doli e shpuar se do na kishte munduar. Tani politika jonë është mbushur me Erion. Erion? Po? Emër shumë i përdorur. Po ndërkohë, secili prej tyre ka veçantinë e tij. Kemi edhe një Erion tjetër që ti e do fort. Erion Braçan. Erion Braçan është fisnik. Erion Braçan është fisnik. Erion Braçan është një nga opozitarët e vërtet brenda partisë vet. Është një nga çunat që unë jo kam respekt, ja mu më rënqethet mishi. Shikon mishin? Ja, po të gënjej. Po, realisht të rënqet mishi. Realisht, ha? Ja, po të gënjej. Një nga njerëzit që unë i kam shkruar vetëm një mesazh. Dhe i shkrujt, e kam mesazhin këtu. E ke na trego pak. E kam dhe i thash, këtu në këtë zonë, domethënë një shqetësim, unë kam shumë shqetësime që ja shpreh. Një shqetësim i shpreh. Të lutem thot më jep adresën. Ky është politikani që unë dua. Ky është politikani që unë ja ku e kem, unë vazhdon mishi kokën. Kur ja shkruaj? Ky është politikan, unë kam shkruar gjithkohës i shkruaj këtij dhe i them, të lutem zoti deputet, është një nga ja ku e ke, ju lutem zoti deputet dhe shikoj vetëm përgjigjet. Adresën. Okej, tani. Domethënë, unë kam të bëj me një njerëz që është vërtet pendoj një mesazh tjetër se mos pendoj një mesazh vllai si je si ke qenë përveç këtyre bisedë shumë korrekte dhe e ftohtë fare absolutisht. Më duhet kjo gjë. Më duhet, ju lutem, ky është politikani që duam. Prandaj bëhet mishi kokër mu. Se nuk kam mos si këta. Kështu që Erion Braçan për mua është fisnik. Edhe është i fundit të mojkambe. Edhe po i them ruhu se me sa po shoh kohët e fundit, Rama gjithë të mirët, po i gjuka me shigjet nga larg. Aman të keqen, të lutem Edi Rama vetëm Braçan e ruaj se kështu si po nis puna. Gëzuar për Braçan, se shumë i mirë Braçan. Gëzuar për Braçan realisht dhe faleminderit shumë për të gjitha përgjigjet. Ti dhe ke imituar. Më të na imitosh pak në një t'japësh në mesazh Braçës. Ta imitosh Braçan është kënaqësi, sigurisht që nuk e imitoj si kolegu tjetër. Si Ermal Mamaq. Erion është Ermali dhe vete ka zërin kështu fëminor, nuk ashtu. Erioni është profund, është bas. Në 453. Të paktën më tregoj një rast kur unë e kam paraqitur. Si zbën kryeministit. Domethënë thjesht ka këto ulje ngrike, po Erioni është për mua është i vetmi politikan që ka Shqipëria brenda atij parlamenti të madh, në flas për Partinë Socialiste, mos të ngatrohemi se nuk përfshin. Është i vetmi politikan brenda atij grupi parlamentar, është i vetmi tek pull për mua. Po pse nuk bëhet për shembull kryeministër Erion Braçan? Se nuk është përfolur asnjëherë. Kur s'bëra veten time nuk e di pse s'bëhet Erioni. Vazhdojmë. Jo, e kam fjalën që nuk e di si funksionon politika. Unë nuk po marr vesh si po funksionon me arti këtu ne, se shikon ti çfarë bëhet. S'po marrin vesh nga arti, të marr vesh nga politika. Këtu është bër. Rezi, na kënaqe me humorin tënd. Tani është momenti të bëjmë një shkëputje për të falenderuar sponsorin ton, kompaninë shqiptare Lajthiza. Filloje ditën bar, merr frymë thellë, hidratohu, në punë, në pushimin e drekës, në shkollë dhe kudo që ti jesh, merr një shishe Lajthiza gjithmonë me vete për të ndjerë freskët dhe plot energji. Lajthiza Premium Water. Tani Rezi, meqense ke 2 vjet, fiks 2 vite që ke ikë nga portokallia. Po. Pas 17 vitesh. Po. Edhe ke qarje për lotur kur ke ikur. Po, sigurisht se jam për lotur, mëse është, unë atë punën atje e kam bërë me shpirt e para. E dyta, nuk kam ndonjë, si thua, nuk kam pastruar, si thua, imazhin tim atje dhe duhet ta pastroj imazhin tim, siç mund të ketë njerëz që atje pastrojnë imazhin e vet, me lloj-lloj, domethënë gjëra që s'dua fare ti përmend se nuk më ashtu dhe vazhdojnë rrinë se gjejnë mundësinë. Është si kjo që thash me Erion Veliajn. Janë njerëz që kanë
ku pas keni qenë ju gjithë ta inatçor që pas keni pasur ka që natë Erioni, se qyve ju ka mbajtur në plëmë dorës, domethënë unë nuk jam një njeri i tillë që të shkoj të nuk bëj dot lajka, nuk e kam edhe servil, nuk e kam edhe një shok gjyqtar që ju ka bërë ndere shefave, kaq. Nuk rrim në kurrizë të tjerëve, unë rri mua më thirrën dhe kur erdhi puna më thanë Rez, më vjen keq, po kishte ndërhyrë ai tjetri. Unë prap vazhdoj po ta them këtë. Domethënë aty rrin njerëz që fusin miq, do rri unë që mos të vi ai, a kupton? Ti s'bën zotri, për çfarë fut miq? Po vetëm kaq duhet dish. Unë nuk shkoj më, jo. Po thjesht për t'ia thënë. Domethënë, po ti s'bën më, e kupton që s'bën dhe e di, e thot gjithë Shqipëria. I gënjen mendja e tjerë. Mua nuk as më ashtu fare ka ikur kjo punë. Unë e kam rrugën time drejt shumë gjërave të mira. Po ndihet shumë mungesa jote në portokalli. Gjithë ato karaktere. Nuk i intereson njeriu për sa kohë është interesin me zemër. Nuk i intereson, no? Si intereson njeriu nuk i intereson njeriu buzëqeshja e 5 vetave të tjerë. Buzëqeshja e publikut nuk i intereson njeriu, se buzëqeshja e publik të marr filanin. Nuk ka më kështu. Ikën ato kora kur për publikun e vërtet interesoi dikush, u gëzua apo. E ndjen veten jashtë sistemit dhe jashtë tregut? Absolutisht fare, unë jam fantastikisht, mrekullikisht, si që flasin këto ke emisionet e reja ke topi. Kush për shembull? Unë për veten time, unë për veten time jam shumë mirë, të them të drejtën, jam duke u angazhuar me filmat, kemi njerëz dhe fate treshin e po përpiqemi për gjetur edhe financim tash, që jemi drejt rrugës, domethënë gati jemi në rrugë të mirë për të nisur xhirimet tani afër të njerëz dhe fate 3. Unë kam dhe një komedi time që e kam shkruar, e kam plotësuar bashkë me Florian Bine, dhe mbas kësaj unë xhiroj komedin time që është një komedi që vallai unë vetë me gjërat e mia nuk kam qesh ndonjëherë, po kësaj radhe për herë të parë në histori unë qesha me gjën time bashkë me Flor Binën. Po na trego diçka, për çfarë flitet në atë komedi? Apo është 2000 lekë. 2000 lekë. Si 2000 lekë? Jep 2000 lekë të tregoj. Po më. Bjere. Pa i tjetëri kërkoj 20 milion. Kuptoj që mua beti bëhet Shqipëri. Ora ja si zet, kjo thotë 2000 lekë. Edhe po thosha për filmi që... Për komedin. Mos është një komedi në vetë parë? Mos je ti personazhi kryesor? Unë jam personazhi kryesor, sjell jetën personazhi kryesor, është interesant shumë. Ta kam thënë pak a shumë. Jo, nuk më ke thënë. Sa kam thënë? Unë thjesht e mendova. Është ai personazhi, po, dhe ai personazhi takon gjatë rrugës shumë personazhe dhe një nga ato është Flori, që takoi rrugës, që është një tip me mustaqe nga Elbasani me erba, që i vihet nga mrapa këtij tipi të bafsha sa i mirë që qanke ime, burr me burr. Shumë interesant, ky ka qenë një gost, në fakt bëhet fjalë për një personazh shumë të njohur timin, por që nuk do ta zbuloj tash më mbrapa. Dhe jam akoma në rregullime sipër të skenarit, sepse do shtojmë një gjë shumë më të mirë. Është dhe me narrator, është shumë e bukur. Domethënë është një Papa Dimitri Production që do ta xhirojmë, kam përshtypjen që do qeshin njerë, pastaj do xhirojmë. Do qeshim, pastaj do xhirojmë. Do keni shumë ndalesa dhe shkëputje. Ka skena shumë të forta, domethënë edhe vetë. Megjithatë, e para është njerëz dhe fate njerë, që është kryesorja, që është Treshi, që është Perl, Beni është... Me Arben Derhemi. Po, sigurisht. Beni është një nga aktorët që për mua është i fundit mojkanve për artistën. Për sa i përket artistëve. Në aktrim është Arben Derhemi i fundit i mojkanve. Në politikë është Erion Braçe, po në muzikë kush është i fundit i mojkanve? Në muzikë i fundit i mojkanve është... Ani ablakë shpirtin mjë të balodhur. Mos të ludhem! Organizom! Sandri, Sandri është gjaja e shokut tim, Aleksandri, Renisin e kam shumë shok. Mi që është shok gjimnazi edhe. Sandri është i fundit i mojkave, absolutisht se isha duke. Sandri është, do më nuk e di, edhe Sandri është. E mban mund që i ka dalë një video që shante Edi Ramon? Shiko, këto janë njerëz që në nxehtje sipër, shikon, në nxehtje sipër njerëzit çajnë dhe vllajën e vet.
edhe vllajën e vet, edhe me babën e vet mund të zien, nuk ka të thoj kjo, nuk është, shiko, nuk janë këto janë. Mua më vjen keq që këta njerëz i marrin dhe ja u përdorin këto lloj videosh. Çdo njeri ka nervin e vet, ka atë momentin e vet, edhe unë kam nervin tim. Po ti e ke shumë. Absolutisht. Jo, se kam shumë. Po ti e ke shumë se ti. Kam shumë. Kur të shkosh, kur të shkosh në moshën e Sandrit, do të 10 vishohet. Po e ke shumë gabim se atëherë nuk do ketë më kështu njerëz sepse fal Zotit ky spaku që ekziston që atyre çunave unë sinqerisht i përulem, atyre djemve, edhe atyre vajzave që janë atje brenda. I përulem sepse janë duke bërë një punë që nuk di çfarë të them. Allahu ja u ndriçoft të gjithë rrugën edhe rrugtimin e madh që keni marrë përsipër për të bërë këtë punë, sepse është shumë punë e vështirë në këtë vendin këtu. Dhe unë për veten time, pse mos të nxjem kur unë nuk arrit të kuptoj kur Erioni Saj në datën 5 dhe në orën 5 priste me atë kartën në dorë për të marrë atë rrogën, atë pagën që nxirrte topi. Dhe sot Erioni Saj më bën muhabete me miliona lekësh dhe muhabete me shtëpia ke Gencula, po 1 minutë më vlla, se do unë aktor jam, pse nuk e kam unë atë? Jo punon në bashki, si punon në bashki? Hyke në bashki dhe vitke. Jo po mos shajti, mos fol kështu se bën armiq, më tha dikush. Po pse më vlla? Pse mos ta themër zotri? Për çfarë mos ta themër zotri? Se po kemi frikë tash edhe të flasim për dikë që. Jo më nuk kam frikë të flas. Unë s'kam fare frikë të flas. Për sa kohë ky mua më vjedh, nuk kam frikë të flas. Kam dhe shok të tjerë që punojnë në përbashkira. Janë pasuruar apo jo? Si? Ja për Allah që është lart, s'u shkon në xhami, janë me kredi. Edhe e di çfarë thonë, shiko. Se shumë interesante kjo. Është shumë interesante kjo. Filani tha që në politik tha kështu tha, do t'i bie shkurt. Po ky më dha se Erion Braço vazhdon akoma golf. Po ky më dha tha Filani tha sa ka vjedhur ky tha më. Ky maskaraj tha idioti tha kështu tha. Po ky Erion Braço, ky idiot fare ky me golf 5. Ky është një popull që nuk di çfarë do valla. Keq një që vjedh, keq një që nuk vjedh valla. Keq budalla ky që ka golf 5-a dhe maskara ai që vodi. Ne jemi dhe një popull që ne nuk e kemi, ne nuk dim akoma se çfarë duam vet. Se kjo është e keqja e kësaj. Kështu që unë mendoj që di se çfarë dua dhe atë që unë dua e them dhe s'kam se mos ta them. Më jepet mundësia, dikush tjetër do donte ta thoshte këtë që them unë, po s'ka ku e thot. Ja po ja them unë atë që nuk e. Kështu që gjërat duhen thënë siç janë. Nuk u bë Erioni Saj të vite të marri me aq sa kam parë, mbase po i bie në qafë kot. Erion të kërkoi shumë ndjes, si aktor ishte shumë i dobët, por si skenarist ishte i shkëlqyer. Ke qenë skenaret i qaje. Artist që skenaret që shkruan Erioni ishin të pa ishin të mrekullueshëm. Je i drejt, po i thuaj gjërat siç janë. Skenaret ishin të mrekullueshëm. Si shkruan Erioni Saj, nuk shkruanin të tjerë atje. Domethënë Flor Bina shkruante, po Erioni Saj mbante me skenare mbi 6-7 numra. 6-7 numra i thon diku ke 600.000 lekë, 700.000 lekë. Se 100.000 lekë skenari vlla. Edhe një 1 milion sa aq ishin rrogat atë. 1 milion ishin ato, shkonte 1.700.000 Erioni. Për fillimet e tina Portokalli, apo jo? Ishim nga fundi, para se të shkonte Erioni në politikë. Erioni jetonte në shtëpi me qera, dhe pastaj më mbrapa jetuam në jashtë Tallava, por nuk është kjo, nuk shkon kjo kështu. Se më bën mua për budallat tash kështu. Bën një mandat aty tash, një mandat e gjys, 5-6 vjet, bëke, se më fal, unë di që rroga e bashkisë është më e vogël se ajo e Portokallis. E pra, se doja të të pyesja që sa janë pagat. Ja ta them unë, rroga e bashkisë në Ercek është më e vogël se kjo e Portokallis këtu këne në Tiranë, se këtu mund t'i shkonte 2 milionë Erionit. Dhe në Ercek Erioni merr 1.200.000 lekë me sa di unë. Tash si na bë kaq shumë lekë. Prandaj po them unë, që këtyre të spakut, t'i lajm këmbët edhe t'ju pim ujin. Se vallajnë e madh, mos ishin këta, s'do merre njeri dhe ai tjetri do pasuroj, do merr ato lekë, por unë nuk e kam kjo. Tash unë po bëhem i keq. Tani unë jam i keq fiks për atë njeriu, sepse unë doja të thosha që ore unë do kënaqem me 10 vjet burg. Jo. Po sa? Me sa do kënaqesh? Jo, s'kënaqem fare. Do ta dëmtosh tjetrin. Merri çdo gjë që ai ka dhe lëre siç ishte në fillim. Mos e fut fare në burg. Nuk ka depresion më të madh dhe traumë më të madhe. Se në burg edhe mund të bëjnë qef ta merret veç sa ndodh po. Vlla jot po të thot, lëre dhe ktheje, bëj restart. Gjendje fillestare. Riktheje siç ishte në fillim, që të rish të presësh datën 5. Se po nuk ja more këto që këta kanë, kur të dalë ai do bëj qef, a kupton? Do thotë, ti je ai që më shave më, unë mund të jem keq ekonomikisht, mund të jem shumë më rënd.
mund të kem shkuar shumë më keq. Kupton? Pavarësisht që unë sot e kësaj dite që ne flasim bashkë dhe këtë verën, ti e ke mbaruar gjysmën. Unë Klotila e kam lënë dhe cigaren sa për informacion. Se fabulat edhe historitë për mua gjithmonë do flasin, njerëzit do. Unë edhe duhanin unë i shkreti e kam lënë. E kam lënë se po purifikohesh. Po s'ka lidhje më dhëmbët 6 muaj, unë dhëmbët janë implantet dhe implantet nëse pi duhan, implantet bien. Lëri pasaj gjërat e tjera që thot Mileti, alkoole, budalliqe, apo abuzimet në njërë në fundjavë, ato jo, kështu që çfarë ndodh? Unë i kam lënë të gjitha i shkreti, u bë një 5 muaj, sepse do më duhet që të ngjisin dhëmbët, se po nuk ngjiten dhëmbët, pastaj mbasi ngjisin dhëmbët, pastaj çfarë do bësh? Do bëj spektakël. Jo vaj. Po vazhdove do të bien. Si eri thash, do të bien. Do më thënë e hëngra, po thaj, e hëngre. Do më thënë ti mfuta ke rrugën e Zotit, kështu që Nëse gjithçka ndodh për një arsye, ë? Çdo gjë ndodh për një. Kështu që megjithatë mund të ngelem i varfër. Dhe nesër dele nga burgu dhe më thot mua, "Hëvdhe. Gangster Romire?" Ha? Dakorde? Ta bëj kështu si ai çka ka ai ish regjizori. Dakorde? Ai që vodhi teatrin kombëtar, se këta janë gjithaj dutu. Ky që vodhi teatrin burrë grua, se këtu s'merret vesh, ka bler dhe shtëpinë Green Costa, kupton? Nuk e di, u vodh teatri kombëtar, burrë grua dhe nuk që fal këtyre piranjave që dhe këta duhet i falenderoj. Pafund. Me këtë që po bëhet njërë, me këto pedofilet lartë e poshtë, se këti sërse ke në një shtetë, se ty plerat me zi po të jeshin. Po i shkrojnë deputet vati në ishni plerat. Jo më hajde kap një pedofile. Kështu që falenderit këtyre të piranjave, që vjen grupi atje, vjen ekipi, vjen Jonida Mukja, se vjen Jonida, ajo është, nuk e di, ajo qoftë, është e fort. Shkon ajo Jonida atje dhe i kap gazetare, apo është fantastike, është Jonida dhe gjithë grupi tjerë. Shkojnë dhe kapin pedofil që shkonte me fëmijë 6 vjeçë, kuptonte tash 25 vjeçare, kuptonte se domethënë Europa kjo është, se Europa ka kështu mostrash, mos thotë se s'ka. Po i monitoron, i kap, i arreston, i bën, kurse këtu kanë plerat me zi ashtu, kurse këtu kanë duhet të vi Jonida, punën e policisë, tu e bën gazetari. E kupton? Ky është ndryshimi, domethënë që pse nuk Piranja drejtohet nga shoku yt më i ngushtë, Flor Binaj. Se ke thënë kur ike nga Portokalli, ke thënë Ika se nuk rria dot pa Florin. Po sigurisht. E kam shok ngushtë, e kam mik shtëpie, familjes, e du fort. Ka ndodhur ndonjëherë që jeni zënë me njëri tjetrin? Një dy herë kur unë i kam propozuar për fejes, ai nuk donte, unë e qellova me pëllembo. Ashtu ë? Që të Portokallia dhe keni pas në një konflikt? Jo, nuk e di me Florin, në përgjithësi me kolegët. Konflikte me kolegët ka pas gjithmonë. Nuk kam qenë një nga njerëzit më konfliktual në Portokalli. Ashtu po e thua dhe vetë, se kështu thonë shit për ty. Po, konfliktual kam qenë konfliktual. Unë, Gaspaja, kemi qenë shumë konfliktual. Konfliktual për sa i përket punës. Flas për punën, jo për kështu. Flas për punën. Konfliktual ka qenë dhe Erand Sojli. 6 mase, dhe për Erandin e thamë. Po kemi qenë për punën, unë për punën të zijem, se mua nuk bëhet shuki numër, s'qa mos të zijem unë. Qa të them, okej, s'mundëm të them. Kështu që do jem konfliktual, për sa ko ti del dhe thua, unë e bëj këtë gjën këshu, sepse kjo është këshu, ajo nuk bëhet këshu, se nuk bëhet me qesh. Jemi 3 veta që e mbështesim, jo po ti e nise, pse e nise ti, po pse du të mbështesun ty që ta kalosh ti këtë, që mos të kujtoj unë këta, që ti e këtë keqe, po që shku mua bet? Po, me Flori, që diskutoni tani që si jeni pjesë skenës të humorit, po themi se Flori është në Pirana. Po diskutojmë që edhe unë të nisem si Eltoni Liriani, drejt një sfilatës. Vërtet? Të mos e talem vërtetët, kjo me atë do. Me Florin diskutojmë. Qani këto hallet të qenit artist, po pak i përjashtuar... Fare? Zero fare. Zero se etaloni matës i të bërit aktrim nuk është Portokallia zemra ime. Ajo është parë si skena kryesore e humorit, po them. Skena humorit ajo është. Këtu nuk do me dit njeri, këtu erdhën, mbyllën Alpazarin, mbyllën Kalifornian. Unë nuk e di se pse du të mbyllësh ti një emision humori. Qa të keqet cilë ty, kur ai tjetri të dhuron vetëm të qeshura. Pra, kur ti mbyll atë që dhuron të qeshura, ti dashke vetëm zi. Dhe kur ti do vetëm zi, qa preti të flasën? Po, ajo që thuhet është se aktorët e humorit paguhen pak shtrenjtë. Edhe te Kalifornia paguheshin. Kushta? Po nuk e di, kështu kemi dëgjuar. Paguheshin nga 7.000 euro një aktor, po. Jo, nuk është të vërtet. Kështu kanë thënë vetë aktorët. Dhe ka kosto për një televizion, po them. Ja, do ta them unë, mos u lot, nuk është të vërtet. Nuk është fare.
5 milion lekë ka marrë unë e dashur në Portokalli. Dhe 7 milion ka marrë Florian Binaj. Unë nuk e di fare për të tjerët, di që kjo ka qenë pagesa ime. Po Flori, pse më shumë se sa ty? Të hidhen për pjetë, o vlla kaq e ka pas dhe unë nuk kam thënë pse e ka Flori kaq. Kur është marrë vesh, kam filluar sherrët pse ka ky. Unë nuk kam bërë ndonjëherë sherr, sepse Flori e ka kaq dhe të ngrihem të ulë ras. Nuk jam zënë ndonjëherë. Jam ngritur ndonjëherë? Jo. Kështu që po e them këtë mesazhin tash që ta fiksojnë ata. Unë për veten time në bordero e kam pasur, domethënë që më shkonte në fund fare në bank, çdo muaj shkonte 5, tash çfarë faj kam unë që ndërsa Erioni Sajt 1 pikë. Jo, flasim për Erioni Sajt, flasim se shiko, Erioni Sajt erdhi dhe si aktor i jashtëm një herë, sepse se Erioni ishte dhe iku, nga që shkonte para mbrapa Altinit, se këta e gjende njëri tjetrin, më kupton, e kanë këtë të mirë, që këta njëri tjetrin e mbështesin, këta lloj si puna Altinit, Erionit, a kupton. Vetëm ne, unë abitem grupi i njerëzve, le të themi këtyre aktorëve të mirë. Këta të mirët, pse nuk e mbrojnë njëri tjetrin, apo këta thonë kështu, ama se unë jam i mirë, ai është i mirë edhe. Ne të mirëve nuk na gjen gjë, jo, mbro komunitetin tënd se ai është i keq dhe mbro komunitetin e të këqijve. Sa bukur e bëre ndave komunitetit të mirëve dhe komunitetit të këqijve. Kështu është. Do rrim shtremër, do flasim drejt. Ja, e vërtet është kjo. Këtu njëri tjetrin, ata 10 veta nuk po flas për asnjë. 10 veta janë njerëz të këqij, të 10 ata bëjnë namin për njëri tjetrin. Këta këtu janë 10 veta njerëz të mirë, të mrekullueshëm. Qere klafi nuk thot mirë ai për tjetrin, po thuje mërë se mbro komunitetin tënd, nëse po shuhet komunitetit të mirëve, po ngrihet komuniteti maskarene, i ndurësirave. Pse mbron ti komunitetin tënd? Çfarë gjendë ta mbrosh komunitetin? Çfarë gjendë thua është? Jo, më e kam shumë të mirë filan shok, filan koleg. S'ka. Këta nuk e mbrojnë, çfarë them unë tash? Kështu që aty ke Portokallia, që t'japim ta mbyllim atë. Po. Rroft Gazpaja, për mua rroft Gazmen Paja. Që po e mbam tani që keni Gazi është i mrekullueshëm në karakteret që i kam, ose karakteret e Gazit janë të pa... Nuk janë karakteret leta karakteret e Gazit. Të paktën unë që jam marrë me karakteret, ditë them që karakteret që ka Gazi janë karaktere aktori, jo janë karaktere skene të rënd, jo karaktere kështu. Jo karaktere lolosh nga këto. Karaktere, tamam. Nuk e di, unë për vete qesh akoma me Lamit Beratin, unë vdes. A, i lezeshme. Jo, i lezeshme. Se do të pyesja, a qeshni ju me qeshni? Edhe Irgen Qela dhe pjesa tjetër pasaj keq më vjen Zoti i ruajt, po do më thënë, ja dhe Romiri, sepse aty është me shkallë, po themi kolonat kryesore, po keq më vjen pasaj, do më Irgen, Romir, edhe Gazpaja. Po, Gazi është kryesor. Gazi është. E shikon tani Portokallin që nuk je më? Po të them të drejtën që unë kur më del në YouTube ndonjëherë, domethënë e shoh. Do të troç të ta them pa të gënjur se unë nuk gënjej dot. Shikoja kohët e fundit më dilte, domethënë pa fund, më dilte ajo Behar Merës. Që ju thafshin duart ju që mbyllët Alpazarin, edhe juve, më rëndës ju thafshin edhe duret ata që e mbyllën, se me thonë drejtën më kënaqte me Zonin, me atë, ka pas një karakter Goni me Beharin, kam pas një dyshe të mrekullueshme, fantastik, Shinë Lalez, e kishin shumë të bukur atë, unë kënaqeta shumë atë. Ajo më ka pas dalë kohët e fundit shumë në random, me sa duket edhe nga që mbyllet njerëzit për nostalgji e klikojnë shumë dhe YouTube-i ta nxjerr, si algoritëm ta nxjerr ty shpeshherë dhe unë kam gati një vit, me thonë drejtën që më dilnin këto. Pavarësisht se ajo është mbyllur tani dalin më shpesh, por unë i kam parë këto, domethënë, dhe më pëlqente ashmasë, domethënë me Xhevair Zenelin, me Gjeni Allullin. Me Xhevair Zenelin, me që ma përmonte, kam i pyetje. E ke parë që mungon në krahë të Agnollakaj? E ka zëndësuar me Albano Bogdan? Alpazari është mbyllur zënë. Jo Alpazari, te Fake Off. Kanë pas një dyshe. Te Fake Off, nuk e di se që kanë lo. Nuk se ke parë? Nuk e kam, e di që është me Albano, po zemër nuk e di se që ndodhë. Çdo njeri ka konfliktet e veta, nuk mund të ndërhyjë ashit. Jo, thjesht si dyshe televizive. Fantastike më të dy. Si të duket kjo dyshe e re? Albano në vend të Xhevairit. Çdo aktor ka vendin e vetë dashur.
Albano mbase nuk mund të plotësoj atë që bënte Xhevo, ama edhe Xhevo nuk mund të bëj atë që bën Albano. Tash çdo njeri ka të veçantë e veta, se çfarë ka ndodhur këtë nuk e di. Po di të them që të dy janë aktorë të shkëlqyer, si Albano, si Xhevo. Tani ti na ke bërë gjithmonë për të qeshur, po për të qarë si mund të na bësh ti, Rezi? Për të qarë, çfarë të them për të qarë? Ç'të të bëjmë për të qarë? Ke ndonjë monolog që ke fiksuar nga shkolla? Monolog, unë kam ardhur e pari pa përgatitur. E dyta, ç'të qash më shumë kur ne qajmë për ditë këtu me këtë që po ndodhi dhe me këto që po na dëgjojnë sytë e vesht. Po na shikojnë e po na dëgjojnë sytë e vesht. Kështu që unë them që është koha vetëm të japim pak hapësirë artistëve që i kanë lënë rrugë sot, të japim pak hapësirë këtyre artistëve, të dalin të bëjnë atë që dinë të bëjnë më mirë, që bëjnë më të mirë, të bëjnë një spektakël, të bëjnë një humor, të bëjnë një emision që të paktën në darkë mos ta mbyllim ditën me sot në rrugën Filan Fisteku ndodhi një vrasje, doli me Kalashnikov, u arrestua për drogë, u arrestua ky, 4 u kërkuan nga ky, një vrasje këtej, një pedofil shkoi me një 6 vjeçare, të gjitha këto. Të lutem, a mundet që në darkë të ketë një emision humori të mirë që të shikohet kjo gjë? Do thuash ti, po ja është Portokallia, është Portokallia. Po nuk prish punë se është edhe Kalifornia, nuk prish punë se është dalë pazari. Çdo njeri ka zhanrin e vet humorit. Përveç kësaj, të gjithë artistë, të gjithë aktorë ku të shkojnë? A thua se ka teatr këtu që i merr dhe i mbështet? Ka Ministri Kulture këtu që të merr dhe të mbështet? Unë kam mbaruar për shembull Akademinë e Arteve, kam mbaruar me notë 90. Kam qenë në Portokalli dhe kur vjen puna, unë në teatr kombëtar jam afruar vetëm deri jashtë trotuarit se nuk bëhet fjalë të më fusi njeri aty. Po pse është aq e vështirë ti jesh në teatrin kombëtar, ti je? Kështu e kam krijuar, kështu e kam bërë. Çfarë duhet që ti jesh ti? Kështu e kam bërë. Një nga ata që e ka bërë për shembull, kështu ka qenë ky Altin Basha, siç. Po pse thua ky Altin Basha? Ti e ke pas regjisor të Portokallia. Jo pse thua ato ky para. Ai ky sepse ai ky e di gjithë komuniteti i artistëve, di shumë mirë se çka ka bërë ai. Dhe turp të kesh. Turp të kesh. Po turp me 2 të. Jo për gjë. Po, Zoti është i madh edhe mund të kesh paragjykuar shumë, po është shumë e vështirë kur ta jep gjën Zoti pikërisht brenda shtëpisë tënde. Kështu që i dashur, avash kthehen gjërat, po unë do doja të thosha që atë që ke bërë ti në teatr kombëtar, atë shkatrim që ke bërë ti, bashkë me le të themi me bishtin tënd që vinte gjithmonë nga mbrapa, që e merre nga mbrapa që nuk e di mos zot se çfarë është, se dhe në Prishtinë të gjithë thonë që ne nuk e dim se çfarë është, kjo Iliriana Lozhi, si e ka. Ne nuk e dim se çfarë është. Në Prishtinë mua sot e kësaj dite më thonë nuk e dim çka është nga vjen. Që nuk dim çfarë është këngëtare, nuk e di, ka kënduar me Flamurin, mos gaboj. Flamurin një kitarist, kostumografe, piktore. Flamurin, besoj e mban mend Flamurin që ka qenë kitarist ke ne, që thoshan Flamur nuk më duhesh. Me atë e di e mbaj mend që ka kënduar ke Rozafa. Domethënë nuk dije çfarë është. Keni bërë spektakël në një institucion, në një nga institucionet më të shenjta që ka vendi jon. Dakor? Por mos të folur pastaj më mbrapa se këtu ka njerëz të nderuar, nga Alfred Trebicka e deri mos ta vazhdojmë më poshtë se do duket sikur po i bëj çokun dikujt. Dhe janë përdosur, edhe i është treguar dera, sikur janë njerëz të rrugës, pa shkollë e pa nivel. Turp të kesh. Po, kjo dhe që po të shenë. Rezi, ke marrë pjesë të Big Brother Kosova? Po. Do marrësh pjesë të Big Brother i topit? I top channelit? Do më thonë, jo, një pyetje. Nuk e besoj. Se beson. Jo, pyetja është, do më thonë, e ke derën hapur të topi? Pasikjes? Të më zuri gjumi Klodi me qërë e gotë e verë. Me thonë të drejtën Klotilda, unë nuk di që të kem bërë shërë me ato. Unë di që edhe një pjesë e mirë atyre që janë sot aty, kur doni t'ikni atyre ke Klod Allah i Beu, se doni t'ikni, ta ikën ta qanë ferrën gjithë.
E ke fjallën për Salcano, që ishin për ABC-n. Për ABC-n. Që ishin gjysma grupit tyre, ky që s'ka tur, Paltin Basha, që ishin... Ta qanë ferrën, Flor Binaj, Ergeni, Romiri, që ishin... Ne aty ishim, o zemër, nuk është se ikëm, që do të thotë se unë s'kam në i konflikt. Se unë po të kisha konflikt, do kisha hikur. Janë këta që kanë konflikt. Si me vetën, si me... Janë këta që përmënda unë, janë këta që kanë konfliktin edhe me ata brenda topit, por janë të frustruar dhe e kanë reguluar mënyrën që bravo i qoftë se janë mjeshtra. Unë për vetën time, nuk di të kem konflikt dhe s'kam konflikt. është fjala, nëse të marrin telefon dhe tonë ke një ftesë për Big Brother. Unë jam rritur në Top Channel. Unë jam rritur në Top Channel, po ta them edhe një herë. Unë jam rritur në Top Channel, nuk jam si këta që... Unë jam rritur në top edhe përveç kësaj, se unë kam qenë shumë edhe, unë kam qenë më përpara se që kanë qenë këta, po s'po e logarisë. E ti unë që ke qenë në Top Fest. Bravo, Top Fest njëshi, po jo, kam thënë me Aldo Morning Show, ose ma ke thënë mua, nuk e di. Aldo ngeli u surprizua, jo mërë ti ke qenë aji asistenti tha që i kam pasur unë kam qenë do më qike Top Fest njëshi, në punë, me gjitha te, shinese. Nuk shikohet kështu, shikohet që unë topin e kam... Je rritur aty pra? Unë jam rritur në Top Channel. Unë nuk është se edhe kur ika për shembull ke Meksi, nuk është se ika ke Meksi, sepse ke Meksi... Te Endri Meksi, ta themi që ka më cënon. Ika ke Endri Meksi, sepse unë me Redonin kemi qenë shok të vegjël. Dhe Endri ka qenë me vaj, dhe gosta halës së Endrit, unë e kam pas shoqe klase, shoqe bange, Valbonën. Dhe unë ika atje me qenë se ika në një televizion për të punu në një televizion kështu, po unë një natë, apo kështu... Po nga Endri, pse ishte këpute marrëdhëniet? Po ika se nuk ishte formati im. Ishte formati gjadat, ë? Nuk ishte formati im në kuptimin që nuk e bëja do të atë që bënin ata aty brënda, se tu përjashtohet e Endri, se ne kur diskutojmë për një emision, përmendet e heqim Endri, Niku Endri është thjesht pronari, atë që bënin ata njerëzit aty brënda, do më thonë, unë nuk e bëj dot, drejtuesit, nuk jam për atë lloj, kështu që nejse. Po tani çfarë po mendon? Ke ndonjë plan për të rikthyer sërish në televizion apo do merresh thjesht me komedinë dhe me çfarë do bësh në televizion? Dhe me filmin? Këtu në televizion çfarë do bësh? Se këtu në televizion ja u ktheve. Po çfarë do bësh? Konkretisht, çfarë do bësh konkretisht? Po të bësh një projekt që ta drejtosh ti. Po çfarë projekti? Nuk po na lën. Të bësh për shembull si Turian Hyska. Nuk po të lën. Nuk po të lën dhe se më erdhi në mendje Turi prandaj. Nuk të lën më dorë, domethënë që të lejnë dorë të lirë. Unë për shpirt me thon drejtën do kisha qef shumë një version të ri të portokallis. E kam një ide fantastike, por nuk mundem ta. E kam një ide fantastike, por nuk mundem ta them se s'm takon. Një ide super fantastike për një portokalli komplet tjetër. Domethënë përfshirë tu që nga emri, ndërimi i emrit, por është prapë portokalli brenda, por nuk t'ja lëm atyre që janë aty, se mbase ata kanë ide të tjera dhe unë jam jashtë. Pse qeshe kur përmend Turian Hyskën? Sikur buzëqeshe pak. Jo, buzëqesh ta mbamu se Turin e kam. Turi është berat i lezetshëm. Më ka pëlqyer më. Atëre do futesh na brenda kur vinte ai momenti që ishte Turi. Turi është Turi është një djalë që ka bërë shumë spektakle, ka bërë shumë punë të mira. Është një çun i drejtë, është një çun që i ka respektuar gjithë aktorët, i ka mbajtur gjithë shumë mirë. Nuk i ka trajtuar siç janë trajtuar aktorët e Portokallis nga turp të kesh. Dhe dhe me qenë sëra fjala, mbas gjithë tyre gjërave, të vësh faqe në Fier, turp të kesh. U riktheve prapë tek u riktheva përsëritë për ju, vajza do fla. Dhe unë po të them vetëm një fjalë. Për mendimin tim, merri plaçkat, shpëto dhe familjen, se kështu është ajo, është me mosha, vjen mosha dhe se do marrësh më qafë dhe familjen, më kupton vllajin se është e egër jeta e bllokut, i dashur turp të kesh. Merr dhe familjen. Edhe shka ndiku në Prishtina, diçka, një sen, ape din qysh, shko me një vend. Alten, shko në një vend i dashur që në një mal ose në një kshu që edhe njerëzit të harrojnë, lërish faqet se
Ke bërë qa ke bërë në teatr, ke bërë namin. Plus i ndihmon dhe familjen, më beson mua, shko diku në një malë, shko diku të pastrohen, të çlirohen. Ti e ke lënë duanin, po, shko diku, se të ndihmoni dashur. Se është portokall, e ka thënë ai dashuri, portokall. Bota është... Çdo gjë është portokalli dashur. Dhe çdo gjë është portokalli. Më thuaj tash këtë dilemë. Do me thonë, në bik ti mund të marrësh pjesë. Edhe se harrova edhe një gjë tjetër. Edhe me shpirt do të ta them prap. Turp të kesh. Më thuaj. Këtë kështu spot publicitar. Po nuk qahet me këtu, vetëm qeshet. Nga këto që kanë fituar Big Brother VIP. Unë do doja të thosha që... Kë veçon? Unë do doja të thosha që ne jemi në një kohë që po mbasim edhe pak njerëzit e si thua intelektualët, njerëzit e zgjuar, njerëzit që kanë kontribuar jashtë mase për këtë. Edhe unë një nga njerëzit që unë e kam pasur mik vërtet shumë të mirë. Dhe më thënë, e kam pasur mik të mirë, do thonë këta, ku e ka pasur këtë mik? Edhe në Saran takoheshim, sepse aty ke shtëpia, do më ka pasur shtëpinë ngjitur me mua dhe nuk vinë më kollos si Artur Zhej. Kështu që duhet përmendur kjo gjë që ne po humbasim këta lloj njerëzish, po zhvlerësojmë intelektualët. Dhe kjo gjëja është drama e madhe shqiptare që është për të qarë. Po mbyllim spektakle humori. Dhe nuk është këto të tjerat pastaj janë të vogla. Më thuaj. Tani, Artur Zhej kishte miq artist që edhe i ftonte, dhe një nga këta ishte Laert Vasili. Po. Kishte rasist ndonjëherë bashkë? Unë me Laertin? Po. Kam qenë nuk ka... Dhe çfarë mendimi ke për... Laerti ka qenë koleg, le të themi koleg pune, nuk është se... Unë e kam pas mik, e kam pas shok do më të mirë, Turin. Unë me Turin, për shembull, her pas here shpesh hashim edhe në Imish, për shembull, në darket. Po, i ke lexuar ato shkrimet që janë bërë për të pas vdekjes? Si rrallë herë, ka ndodhur që kanë bërë shkrime duke i bërë biografin një njeriu, se kur ndron jetë dikush, të gjithë flasin mirë. Po në rastin e Artur Zhejit, dolën dhe folën dhe keq. I ke lexuar? Ke gabim. Kanë qenë disa personazhe që kanë shkruar statuse. Dgjoj. Shumë të pakët janë ato. 90%... Si të kanë tingëlluar, them, se patjetër që nuk është një gjë e mirë, është një gjë skandaloze. Jo, nuk duhet të them fare kështu e thekot. Unë do e thosha kështu. Vdiq Ismail Kadare, qa nuk thanë, e shan nga aja ke zhoja. Vdiq Artur Zhej, të gjithë folën fjalë të mira. Kjo mbyllet këtu. S'kam pare, s'kam dëgjuar në njërë koment të keq për Turin. Tashi po ta thash dhe po ta them prap. Vdiq gjitha Ismail Kadare, nuk ngeli njeri pa thënë një fjalë të keqe. Mbase mund të jetë edhe për asaj që tha Ismaili, që kur dolën për herë të parë në 90-ën që dolën shqiptarët e parë, Ismaili thanë, çfarë mendimi ke për këta që po dalin nga Shqipëria, ata këta janë jashtë shqitja e Shqipërisë. Mbase mund të jetë dhe kjo. Mbase mund të jetë dhe kjo. Por unë di që janë dhe disa arsye tjera. Po di të them këtë që vdiq gjitha Ismail Kadare dhe u thanë shumë fjalë të pahishme. Vdiq Artur Zhej, gazetar, unë nuk pash ndonjë koment negativ. Kaq kisha. Po, më thuaj. Po për Laert Vasilin, nuk më bëri ndonjë koment. Jeni miq? Të erdhi keq që nuk e fitoi ai Big Brother? Nuk, ato janë, ai është emision Lali për mendimin. Dhe që fitoi Gjesti? Dgjoj. Ai është një emision që unë për veten time isha vetë atje brenda. Ajo është më shumë është kënaqësia që rri atje, domethënë një muaj, domethënë megjithëse atje abuzonin çik robi se pi alkol. Se aty vetëm gjë që ka është alkooli. Sa për informacion, aty vetëm alkool ke. Gjëra kështu që janë këto budalligje, këto fusin nga jashtë, kështu. Nuk fut njeri gjëra nga jashtë, vëlla, se po vdiq takikardi, ba përgjësi, një televizioni këtë, vëlla, nuk ka njeri fuqi këtu dëfsh problem nga 2 milion euro. Po, thuhet shumë që u fusin edhe kokainë, ashtë janë budalligje, më këto janë prava me mbret, mëraman, jo po do t'i fusi dhe, man e pash zotin, jo po do t'i fusi dhe atë që drogën që jep të Hitleri këtyre ushtarëve të vetë. Rije pash zotin e këto tilta tani me këto, prallat me mbret. Aty ke një shishe verë, ke një birë, ke një këshu. Dhe në momentin kur ti e të pronë më shumë, zbrazën frigoriferët me urdhër, thonë futun një brënda, zbrazën frigoriferët, ti del atje, e qa ke për të pirë,
lesht, asgjë. Ti ka hequr ai, dënim thot. Derisa të cilësh mirë. Lërini këto prallat me mbret, këto që sajojnë njerëzit se ne këtu për një çik klikim çfarë bëjmë valla. Ne për klikim vlla, ne ça nuk bëjmë për klikim. Ne po nuk doli fytyra jonë në televizor. Pse s'po dalu nuk bëj 6 muaj? Çfarë do të them unë ty? Edhe Ismail Kadaret vdesi, ne shkojmë atje bëjmë një shok të Ismailit. Rezi, do na thuash në një barsalet? Sepse nuk e di tani nëse je ti barsaletash. Do ta them unë këtë. Në fakt kjo është shumë shoqërore, mua këtë ma tha Gazi para 2 ditësh, Gazpaja. Gazpaja. Edhe unë këtë do ta them se Okej. Këtë ma tha. Kjo është dhuratë për podcastin, ë? Po, është dhuratë për podcastin. Një bisedë që kisha bëra një bisedë kështu me voice me Gazin për diçka që ishte një pune dhe në këtë moment Gazi më lëshon këtë, ishte shumë e bukur. Një plak ishte diku ke 97 vjeç, 97 vjeç plaku. I vjen një nga gazetare dhe i thot, të lutem Xhaxhi, i thot. Mund të na e thuash, thot, sekretin e madh të jetës, i thot. Po tha i vari leshta ai, 97 vjeç ai. Kur kam qenë i ri me qupe, tha, ja mora njerë në goj, tha një shoku tim, në, tha, jo sekretin këshumër, qaj, tha, sekretin që jeton ka gjatë, more Xhaxhi, ka gjatë të jetës që po jeton, të jetës, hani fruta dhe perime, tha, sa më shumë, bo që dhjeva i thasha të. Gëzuar e si gëzuar. Gëzuar Klotila dhe shqyqyri që na ka dalë kjo goda e shpuar, se do na kisha munduar. Dëgjo. Nuk do të gjejmë. Qa po ndodh me jetën tënde tani këto kohë? Private. Private. Qa po ndodh me jetën tënde private? Shikoj këto. Po të tregoj storin. Atëre, në story lexohet. Në fund, njeriu ka shumë miqësi, ka shumë takime, ka shumë kujtime, por vetëm një dashuri thot që se ngatron kur. Që se ngatron kur. Në fund, njeriu ka shumë miqësi, shumë takime, shumë kujtime, por vetëm një dashuri që se ngatron kur. George Louis Bourgeois. Do kjo është jeta jote, a? Dhe zgjimi im në orën 6 të inqerek, ja ku i këtë rrugët bosh, po. Po s'ka ndryshuar jeta jote? Jeta e natës? Ja, nuk ekziston. Tani, se njo fare. A mund na bësh një tip parade të këtyre personazheve që ti imiton? Edhe e mbyllim shumë bukur. Parade, shumë, çfarë parade do? Të personazheve që ti imiton. Fillojmë Klotilda. Do ta bëjmë kështu. Unë direkt do të bëj personazh, ti do thosh vetëm emrin, njëri mbas tjetrit direkt, që mos azjatëm se s'kemi kohë. Okej, po. Shefshe për këtë Sali Berisha. Të garantor që, direkt ty se këta këtë do të fusë në kurth mua, por jo... Edi Manushi. Qanë të laqiu, jo, një minutë, në shumë, ma një tjetë të ikur, tjetë krej. Në rastin kur, të bajnë... Erion Braçe. 450 mangë, të cilat do të vinë. Shëndetje të ndëruar të shikuesimi sonte në televizionin në Ekran, pra sigurisht kryeministri Sali Berisha ka qenë sonte në një takim bilateral të cilin nëse na shikoni plagë asa bura e pyto. Je l'appelle masque sud do trubi plagë kur mendon pyto. Po, sonte me mua, me Andres. Artis Gjebrea, gëzuar. Rezi, tani kemi dhe një pije tjetër nga kompania shqiptare Lajthisa. Ti e ke portokalli, por nostalgji të spektaklit ku ke qenë. Ox Premium Energy Drink, frymëzuar nga fuqia e natyrës, është krijuar Ox Premium Energy Drink, garantuar me ujë natyral mineral Lajthisa. Ox ofron freski të pastër dhe energji të pastër, një kombinim i natyrës me fuqinë. Gëzuar me Ox. Nga shtëpia si ke ato të shtëpisë? Top. Allahu është i madh. Me jetë të gjatë. Të falenderoj. Edhe qofshit gjithmonë të lumtur. Të do ta ngrem për babin tim. Për babin, po. Për babin, regjisor dhe artist, babi Rezit gëzuar. Këtu ke bërë intervistën që unë doja, me këtë që të tani. Ja, patjetër. Për babin e Rezit, një jetë sa më të gjatë dhe të lumtur. Faleminderit shumë.
Respekta. Gëzuar. Rezi, me që je beqar, dhe tani njerëzit martohen edhe me personazhet të inteligjencës artificiale, qenie të inteligjencës artificiale, do martohesh me diellën, ministren e kabinetit Edi Rama? Asë di fare që shku muhabeti kësaj diellës, asë nuk më intereson se di që janë budalliqe këto që thotë Edi. Po është diella, mo është ministre. Nuk e di fare me zemër, është Edi, gjithmonë ka thënë budalliqe. Mirë, po duhet iki se kam shfaqe. Jo, unë e kam baruar sa aq shumë pak. Mirë se ishe në Plus Friends. Ika se jam ke shfaqja e mjadës. Plak, ka shfaqja e mjada, plak e. Patrim.